Edhe jam interesu disa herë, nëpërmjet bashkisë, policisë, emergjencave civile, mirë po do dalim me një konkluzion që ne nuk kemi fonde. Kështu thot shteti. Shteti thot nuk kemi fonde. Po? Faktikisht kjo nuk i ka përfitu as nga bashkia këto të punën e tërmeti, pa ka përfitu nga instituti, si quhet, Instituti Ndërtimit. Ndërtimit Tiranë. Pra, kanë ardhur ata, kanë parë shtëpinë dhe kanë verifiku. Po pse këta këtu nuk e vendosën? Këta këtu nuk e vendosën, këta duan miq. Shumë miq me pa që shtëpia Miq, është. nuk ka dërmon për ata, nuk të dirë për edhe fukaraj. Edhe për këtë nipin. Të dy, ja. Edhe ajo shtëpia e Po, marrume? atë është marrume, ty është marrën, është marrume. Ky ka vonë tren. Këto s'ka njëri, as kushtja qaj hallin. Në herë punë bashkime, të marrin një, në herë të firmosin një, në herë ashtu. Në ndihmë ekonomike? As si gjo. Janë të marrumët. Si ky nipi, si kjo motra. Tani, unë kërkoj nga qeveria, nga shteti, dhe i boj thirrje prokurorisë rrethit Durrësit, qofse ka sy të vitë shofi. Qofse s'ka sy, pasaj do vi puna që njerëzit të kalojnë në ekstrem. O do vrasin veten, o do vrasin diku, se në ryshe kjo punë nuk